Në varrezat monumentale të Kloqerit u përkujtua 81 vjetori genocidit ndaj çamëve nga Greqia, një ngjarje e rëndësishme për historinë e popullit shqiptar. Nën kujdesin e ish-deputetit çam të Vlorës Dashamir Tahiri dhe anëtarëve të shoqatës Çamëria nga Vlora kishin udhëtuar një numër i konsiderueshëm nga ky komunitet. Ceremonia përkujtimore organizua nga Bashkia e Kunispolit dhe pati një pjesëmarrje të madhe të komunitetit çam dhe pasardhësve të viktimave, të cilët vendosën lule pranë monumentit të ndërtuar në nder të parëve të tyre. Në varrezat monumentale të Kloqerit u vendosën buqeta nga shumë autoritete, të pranishëm mes tyre dhe ish-deputeti çam i Vlorës Dashamir Tahiri. E pranishme në këto homazhe në Kloqer ishte edhe kryetarja e Këshillit Bashkiak të Vlorës Elpiniqi Mërkuri. Ish-deputeti çam i Vlorës Dashamir Tahiri foli për hapat që janë bërë për çështjen çame, ndërsa ka kritikuar Shpëtimi Drizin për privatizimin e partisë çame dhe ka paralajmëruar zhvillime të reja për këtë çështje. Hapa që janë bërë përpara për çështjen çame dihet, është ajo rezoluta që duhet të jetë çdo tavolinë, të çdo lloj bisedimi do të bëjë shteti shqiptar me shteti grek. Përveç asaj janë bërë to lëvizje, ju e dini si ka qenë bërë përpara. Këtu është ky monument, këtu e bërë avash, mos është çështje shumë e vështirë, që do kohën e saj, do zgjidhjen e saj, dhe është një çështje që do një zgjidhje diplomatike. Bisedimi i dy shteteve duhet të sjellë dhe zgjidhjen e këtij gërçi. Po, nuk i lëmë më gjërat në një dorë të një njeriu. Ai njeri ka zaptuar si shoqatën, e dini ju kush është ky njeri apo jo? Shpëtimi Drizi, duhet. Ai ka zaptuar si shoqatën, si partinë, i ka mbyllur të gjitha, i ka kaluar në një provë private, por kjo është partia e çamëve, nuk është as e Shpëtimit, as e Dashit, as e Tahit, Vojdinit, as e lloj tjetri. Tu kanë të drejtë çamët të mblidhen, të zgjedhin, të rinovojnë, të riforcojnë dhe të riaktivizojnë. Kjo është detyra e komunitetit çam. E gjithë rinisë çame, brezit mesëm, po edhe moshatarët ju i pat sot. Kishin ardhur dy moshatarë që janë nga 90 e ca vjeç. Të dy kanë ardhur, njëri nga Amerika, një nga ka Tirana. Një ndër të ftuarit e nderuar ishte edhe Fadil Nuriu, i cili si fëmijë ka pësuar humbjen e familjes në moshën 9 vjeçare. Nuriu, që sot është 90 vjeç, kishte ardhur nga Amerika për të kujtuar genocidin ndaj familjes së tij dhe për të kërkuar drejtësi për çamët. Joja, 90 vjeç. Pa gënjeshtra. Ku ra zerva në Greqi, ditën e parë tha zevra që gjithë shqiptarët janë këtu, neve aty të hapin dyqaneta e të punojnë deri në ora 12, pastaj dha urdhë çkapi burra i theri si keca. I ke parë me sy? Mirë, sikur me qenë sot me juve. Pak më lart aty, nga shtëpia ime, pak më lart takoj myftin e Çamërisë. E ka pas Tak Muedini, e ka pas babën e gjyshin e vetë, ky Tahir Muedini. Pak më lart takoj Gjevitin, djalin e atit. E kapën ishte në Kefuri Bukës, e kapën në Flokçu edhe të roqi një ushtar grek. Ai tha, o nëna ime, tha i shketi, këtë e mbaj mënë si tashti. Edhe e vranë e therën me thike, zhdukën. Qa burra kapën, i therën i vranë, dhe thonë jo këtej, jo andej, lafe të vërteta. Në krye 3 ditëve të motër, në krye 3 ditëve, morën gratë, edhe i mbyllën me i 2 kaqe. Edhe fillon të i morë vathët, qa unaza kishin tëra. Aty atë minutë, nëna ime Ramet pas kishe një gosë të vogël 6 muaj në djepe. Nëna ime u futë më rënda, se kishe një vajzë në djepe të vogël me marrë robat e gocës. Në krye 5 minuta dele djeg me nëna ime dhe dhëmë të ishin djegur në nësime. Të kujtojmë të parë tanë, sepse në atë mura atje unë kam 12 veta fëmijë gjatëgjallarësh të babait, gjatëgjan e babaj, gjyshrit tanë dhe ne kemi ardhur t'i respektojmë. Dhe kemi ardhur edhe për të kërkuar të drejtat tona, të mohuara gjithkohën dhe për të kërkuar të drejtat
E atyre njerëzve që ne na prejnë në për rrugët e botës, që na janë hedhur kockat në për kanalet të këtyre vendeve këtej, dhe ne nuk dim ku të vemi t'i qajmë dhe mblidhemi këtu për t'i kujtuar njerëzit tanë. Pavarësisht temperaturave të nxehta që karakterizuan këtë ditë, qendra Çam, pasardhës të viktimave të genocidit, kanë shprehur vlerësime për ata që humbën jetën në mënyrë të pafalshme. Ata vendosën kurora me lule pranë monumentit, duke nderuar kujtimin e të parëve të tyre dhe duke mbajtur gjallë historinë e dhimbshme të Çamërisë.